Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Sot kam një recetë të ftohtë dhe të lehtë për verë. Është një tortë akulli vetëm me 3 përbërës: kos, shkos grek, biskota dhe reçel kumble. Nuk ka sheqer të shtuar dhe vetëm 5 minuta punë kërkon. Pa unë burko filloj me njërë nga puna. Kam bërë gati përbërësit dhe për 5 minuta torta bëhet gati për ta vendosur në frigorifer. Këtu kam biskota, mund të zgjidhni biskotat që ju preferoni. Si e shikoni, unë këtu kam biskota fare të lira. I coptojmë në pjesë të vogla, jo shumë të mëdha biskotat, por dhe jo të vogla, një e mesme. Këtu kam 500 gram me kos grek, e bashkojmë kosin bashkë me biskotat. I përziej mirë që biskotat të lagen plotësisht. Kjo recetë bëhet edhe me sy. Duhet i shtoni biskota aq sa të shikoni që lagen nga kosi. Është bërë një masë e mirë. Në një tavë të vogël i vendosim qese kuzhine. Në fund fare unë do t'i shtoj pak reçel kumble ose reçelin që ju dëshironi, unë kumbull do t'i shtoj. E shpërndajmë gjithandej në tavë. Qesën e kuzhinës unë ja vë që ta largojmë me lehtësi nga frigoriferi, por edhe pa të bëhet. Si e kemi tortën, e konsumojmë direkt nga tepsia. Shtojmë biskotat bashkë me kosin. Jo vetëm është e thjeshtë kjo tortë, por mund të them që është shumë freskuese dhe shëndetshme. Kosi grek ka nivel të lartë të proteinave dhe na bën mirë. Sipër i shtojmë reçelin e kumbullës. Nuk do t'ja shtoj në të gjithë sipërfaqen, pasi më pëlqen të marrin pak dekor sipër. Ngjyrën e reçelit dhe të kosit. Me një shkop shish kebabi e shpërndajmë reçelin. Do ta mbuloj me këto pjesët e ngelura të qeseve dhe direkt në frigorifer për 4-5 orë. Mund të përgatisni dhe në mbrëmje ta konsumoni ditën tjetër, por para se ta konsumoni nxirreni çerekore para. Ja dhe si duket torta pasi unë e kam lënë në ngrirje për disa orë. E largojmë nga qesja. Mund ta vendosim sërish në tepsi për ta ruajtur lehtë në akull, por unë po e vendos për efekt të filmimeve në pjatë. Ja dhe si duket torta jonë e ftohtë, është pa sheqer të shtuar, një recetë e thjeshtë, e shpejtë dhe plot shije. Shpresoj ta provoni dhe ta shijoni me të dashurit tuaj, sidomos në këto ditë të nxehta, kur një ëmbëlsirë e freskët bën edhe diferencën. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta ime për sot. Një tortë e ftohtë akulli, e shijshme, e thjeshtë dhe me vetëm 3 përbërës. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri. Ju falenderoj.